Tani kjo pjesë, këto mure, ky porç që shifet, çfarë tregon Paulin? Atëherë, këto struktura morale që shohim këtu është pjesa perëndimore e qytetit antik të Lisit dhe vendi ku po shkelim ne tani është pikërisht mbi shtratin e lumit Drinj, shtrati i lumit Drinj, sepse në vitet 1967 Drinj është devijuar tërësisht nga ana e Shkodrës, siç e keni parë lajmet tani, përmbytet Shkodra jo Lezhë. Kjo është arsyeja që është shmangur lumi në mënyrë se përmbytjet periodike që ndodhin në qytet duke sjellë shkatrime të mëdha dhe humbje të njerëz, bëhet mundën nëpërmjet devijimit të lumit nga ana e Shkodrës minimizoj rrezikun për Lezhën. Por çka ndodh? Atëherë pjesa e shtratit të lumit është mbushur me kalimin e kohës dhe është mbushur materiale që janë hedhur pas tërmetit të vitit 1979, tërmetit të fundit të madh, po themi. Dhe tani gati 47 vite. Pas zbulimit të këtyre mureve ka dalë në dritë se porti i vjetër lumor i përdorur në periudhën ilire, por kemi edhe periudhën antikitetit vonë ose periudhën e perandorisë romake të lindjes ose ndryshe njohur si periudha bizantine, por në pjesën ku ndodhen këto pemet edhe këto tri ndërtesë të vogla prej druri, trikutin prej druri, këtu është zbuluar dhe porti mesatar që është përdorur në kohën e balshajve, edhe në kohën e dukazinëve dhe së fundmi në kohën veneciane, 85 vitet të sundimit venecian në qytetin e Lezhës, sepse janë gjetur edhe monedhat e periudhës së balshajve edhe monedha veneciane, çka do thotë se porti ka pasur vazhdimsi nga antikiteti klasik në periudhën ilire në shekullin e 5-4 para Krishtit deri në mesjetën e vonë në shekullin e 15. Pra që në kohën e ilirëve këtu janë zhvilluar betejë. Atëherë, këtu është zhvilluar betejë detare, madje përmenden tek luftrat civile mes Pompejt edhe Cezarit, vetë Cezari përmend tek vepra e tij mbi luftën civile, de bello civit si quhet latinisht, e përmend qytetin e Lezhës si arenë përleshjes në dy ushtrive, ushtrisë për mbështetjes të Pompejt, dy ushtrive romake për gjatë luftës civile, mbështetjes Pompejt dhe mbështetjes Jul Cezarit, ku komandanti i flotës Jul Cezarit ishte i famshëm Mark Antoni, që do bëhet më famshëm me vonë në histori, dhe pikërisht ndeshja që ka ndodhur këtu. Këtu nuk prodhoshin pakanie, pse them pakanie? Sepse pas pushtimit Maqedonës së Veriut vitin 213 para Krishtit, arritin se Filipi i Maqedonisë të arritë të prodhoi deri në 300 anije të flotës, të 200 prej cilësh ishin ushtarakë dhe 100 transporti. Pra do të mendojmë se është një port gjigant. Imagjino edhe një herë po fokusojmë do të thotë krejt kjo ka qenë e përfshime. Pra vetëm anije ushtarakë janë ndërtuar 200 anije ushtarakë. 200 anije ushtarakë kanë kaluar në këtë portë që ka mbetur vetëm një pjesë, padyshim pasi që në tokë ku vazhdojnë edhe te pjesa ku është ndërtimi i pallateve, vazhdojnë për rreth 400 metra në drejtim të veriut, pra gjithë kjo pjesë ka qenë zona portuale dhe kanë tjerë ndërtime tani. Dhe tashmë fatkeqësisht edhe janë ndërtuar me kalimin e kohës, ka pasur vazhdimsi ta kuptojnë qytet. Patjetër. Kanë ndjekur fatin e qyteteve tjera antike, kuptohet. Por ja që fatmirësisht që ka mbetur një pjesë dhe munden me këto fakte edhe të takohen vetë personalisht turistët që vinë dhe vizitojnë këtë vend. Ne si më madhe se arrim për ta ilustruar, jo në përmet burimeve historike, por shohim edhe vetë zhurmet arkeologjike. Dhe nuk i ka as 10 minuta prej plazhit të Shëngjinit për marrë këtu në qendrën në Lezhë. Kështu që ja vlen me e thyë edhe atë monotoninë, sepse dhe tërdita në plazh natyrisht nuk shkon. Dhe ajo që thonë Qershia mbitort është edhe herojin kombëtar shqiptar Gjergj Kastrios Skënderbeu. Figura më e rëndësishme.